Diaspora po keq përdoret. Nuk e di pse diaspora po lejon më keq përdorur. Për mua është injorim edhe thyrje. Ne kemi marrur disa iniciativa, jo një herë, po disa herë që ju kemi drejtuar qeverive të ndryshme me kërkesa të ndryshme, kemi dërguar edhe peticione të nënshkruar nga shumë qytetarë me kërkesat tona, me kërkesat të cilat asnjëherë nuk është marrur dikush dhe jo vetëm që nuk është marrur askush, por nuk kemi marrur as edhe përgjigje për kërkesat tona. Tentativa e jonë, po flasë në rrethin ku unë jetoj dhe me organizatën që drejtoj, ka qenë para 2 vitesh me një konferencë të organizuar në ambientet e kuvendit Kosovës, duke ju dërguar pjesë të gjitha grupe parlamentare, Ministrisë Punëve të Jashtme, Kryetarit Parlamentit dhe asnjërin nga ta nuk gjeti kohën që të ishte pjesë e atij takimi, përjashtë një deputete nga vetëvendosja e cila erdhi i mori kërkesat tona dhe premtoi se për një periudhë shumë të shkurtë kohore do të na kontaktoj dhe do të shohim mundësinë e zgjedhjes problemeve dhe asnjëherë tash 2 vite nuk kemi përgjigje nga ta, edhe pse me kërkesa dhe me një platformë shumë të mirë të përgatitur nga 2 doktorantë në Austri e kemi dërguar në të gjitha grupet parlamentare, por ata asnjëherë nuk janë marrur me këtë problematika. Ata merren me diasporën kur diaspora ju duhet dhe asgjë tjetër. Po, zotëri Gjosaj? Jo, pajtona plotësisht me këto që e tha kolega, sepse unë mendoj që diaspora jo që po favorizohet, jo që po tentohet me ju ndihmu ose me ju dhon mundësinë që këta me votu dhe me dhon kontributin e tyre, po unë mendoj që diaspora po keq përdoret në kohë fushata dhe nuk e di pse diaspora po lejon më keq përdorur, sepse duhet edhe diaspora që ta shet që domethënë kjo që tha kolegu që vetëm kohë fushata vinë takohen dhe nuk përfillen kërkesat e tyre, unë mendoj që diaspora mund të japin kontribut vetëm me votë. Unë mendoj që diaspora japin kontribut gjatë gjithë kohës dhe keqpërdorimi i tyre vetëm në kohë fushate për mua është injorim edhe thyrje për diasporën. Çka mund të më bëj? Cilat janë ato kërkesa që na ju kemi letu diasporës? Unë të ju nis edhe për rrjetit familjar që kam në diasporë, po të ju nis edhe për miqve që dëgjoj përkundrazi kur vijnë përballën ndoshta edhe me birokraci, qoftë regjistrimit të fëmijëve këtu, qoftë mënyrave të rregullimit dokumentacionit apo të tjera që mund të pasen minimalisht një ndihmë të tillë të jepet, sepse kom pas raste të njerëzve që kanë ardhur bashkëdhetarëve për Amerikë, sepse në Evropë në këtë pikë dallon, atje nuk jepet gjithnjë certifikata e lindjes origjinale dhe kur vijnë këtu duhet mu përballë me një kopje të notarizuar, një përkthim, një këto, një ato, domethënë një gjuhë që është e preferuar dhe po flas për një mungesa minimale të një përkrajje ndihme. Diasporës nuk i vjen kohë fshata më dalë me thonë që ju jeni shtylla vendit, që ju jeni fuqia ekonomike e vendit, sepse këta e dinë sa kontribuojnë dhe dinë pse bëjnë këtë punë, sepse tek e fundit gjithë secili e bën për atë dashuri dhe për familjen e vet, po këty na vjen një përkrajje edhe tjetër që më qenë më afër çdo ditë. Jo vetëm në kohë të zgjedhjeve. Mendoj që kjo mënyra e votës diasporëve në këtë formë, unë kam thonë edhe herave të tjera, nuk është përfaqësimi i diasporës. Nuk është përfaqësimi i diasporës, kjo formë. Unë kam thonë që për shkak që mu shmon kjo ideja që ne këtu po mendojmë që diaspora po na determinon politikën në vend, na po jetojmë këtu dhe diaspora s'po jetojnë, dhe për shkak që diaspora pas një zë shumë më të fuqishëm në kuvend Kosovës, unë kam thonë që ndoshta ish dashur diaspora me pas një numër të deputetëve, të cilët kuvendi i Kosovës ja siguron zërit bashkëdhetarëve që ne kemi në të gjitha shtetet kudo që jetojnë jashtë Kosovës. Pra që të ketë përfaqësim të diasporës, sepse kemi një deputet, kemi pas edhe në legjislaturën e kaluar deputet nga diaspora. Mund të kemi deputet që ka ardhur me vota edhe të këtuajt edhe të atjet, por që nuk mundet me qenë zoni diasporës në vërtet. Një zoni diasporës në vërtet kish me qenë 5 supozoj. Një konsenzus politik që 5, 6 ose 10 deputet me qenë pej diasporës. Dhe gara me qenë brenda kandidatëve diasporës dhe me votat diasporës. Okej, vetëm me votat diasporës. Ashtu mendoj që kishim me pas një përfaqësim diaspora, një zot vetin dhe një llogaridhënie prej njerëzve që i kanë zgjedhur, këtë mund të zgjedhin këta doktor shkenca që kanë përgatitur kërkesa dhe ata mund t'i nxjerrin kuvend dhe jo të bredhin në përzyre duke dërguar dhe prit mos marr përgjigje ka 2 vite, po dhe këtu i sheh kjo pjesa që diaspora po ndikon në politikën tonë, sepse ne emitojmë, dalim 200.000 votues në Kosovë që jetojnë përdit me probleme të përditshme dhe vinë 200.000 vota prej diasporës që përmbysin vullnetin dhe rezultatin tonë.